Dhe ky boshllëk i madh institucional ka sjell këtë situatë në qytetin e Vlorës. Unë do të ndryshoja termin, ata nuk quhen qenë rruge, po quhen kafsh në situatë rruge. Kafsh në situatë rruge për shkak të... Jo, të lutem, o Geron, unë nuk të ndërhyra. Kafsh në situatë rruge dhe unë do të flasë pastaj kur të kalojmë projekt vendime, kur të diskutojmë për projekt vendimin e sektorit veterinar, atëherë do të flasë më gjërë. Unë jam pro ndërtimit të këtyre institucioneve, por e konsideroj këtë projekt vendim pak të nxituar, të pa konsultuar me grupet, të pa konsultuar me ata që çdo ditë e kanë kthyer në mision problematikën e kësaj kategorie. Unë nuk e di, me këtë lloj projekt vendimi, a do të ketë zgjidhje, unë jam shumë skeptike. Unë e shoh një zgjidhje të munguar dhe afat shkurtër, por dhe afat gjatë. Unë jo më shumë se dje, unë kam qenë në një konferencë ballkanike pikërisht për trajtimin human të popullatave të kafshëve të rrugës. Jam personi i vetëm që mund të flas për eksperiencën e kafshëve të rrugës. Mua më pëlqeu diskutimi i Geronit dhe diskutimi i Gjergjit. Mendoj që ne duhet ta rishikojmë gjithë shifrat e këtij projekt vendimi. Unë jam dakord për ndërtimin e këtyre qendrave dhe strezave, por ne duhet të rishikojmë strukturën, mënyrën e organizimit dhe të menaxhimit. Aty flitet që ne ftojmë të gjitha organizatat, kur ndërkohë ju jeni të gjithë dëshmitar. Unë dërgova një mesazh në grupin ton të WhatsAppit që ofrohem për të dhënë eksperiencën time dhe si këshilltare, po edhe si një shoqat OJF dhe si një misionare në këtë fushë. Unë nuk jam thirr kur është hartuar, kam tentuar të jem online në komision dhe nuk jam gjithsesi dakord dhe me Klodin që thotë që jo po janë qenë do të janë qenë. Unë e konsideroj, jam falë se s'kam mbaruar. Ky projekt vendim ka ardhur nga presioni i medias dhe nga presioni i qytetarëve. Është detyrim ligjor, por është i nxituar, nuk duhet të vi kaq i pa studiuar. Duhet të mblidhen grupet e ekspertëve. Është i nxituar. Të lutem, ka mundësi? Mundemi u lutem, po. Okej, ne kemi prezantim dhe kemi argumentuar me të gjitha pikat dhe atje mendoj që duhet ta trajtojmë në këtë këndvështrim që thot Liliana dhe më tej. Kështu që ota fillojmë ta prezantojmë tani sepse e gjithë. Po prandaj po them, nëse doni e prezantojmë se po flitet. Më falni pak tani, nëse ka ndonjë nga këshilltarët për diskutuar vetëm me anën ekonomike të pikës parë të renditës, ta marrit ta kërkoj fjalën tani dhe ta mbyllim. Më pas, jo, atëre propozimin e zotit Yseni e vendosët në tallje, dhe nëse është ashtu, mirë, në rregull, zoti Nika, jam e qartë që çdo gjë që bëhet është e papëlqyeshme, por që meqense gjithë diskutimet po bëhen dhe në kuadrin ekonomik, po dhe në kuadrin social të kauzës edhe të këtij projekt vendimi dhe të kësaj situacioni, mendoj që të kalojmë dhe të diskutojmë gjitha këto dhe ta kalojmë votim dhe pikat e tjera për kace të rendit ditës si kanë të bëjnë me këtë tematik. Po, e keta hapur është... Okej, një pyetje të lutem. Po, faleminderit zonja kryetare. Kam një pyetje. Doja t'i drejtoja personit i cili ka hartuar këtë projekt vendim. Nëse do t'i referohemi shkresë nderuar koleg, thotë shkresa në koka është Bashkia Vlorë kryetari. Ndërkohë në fund të shkresës është drejtor Bruna Bisholla. Unë në fakt më duket e paqartë kjo që koka e shkresës është hartuar në emër të kryetarit, pa përcaktuar se cila drejtori dhe drejtori në fund Bisholla. Në fakt, do të dija kush është drejtori, që ti drejtojmë drejtori bashkisë, i drejtoria dhe kisha disa pyetje për të. Nga ana formale, nga ana juridike, shkresa është jo korrekte, siç janë gjithmonë shkresat që ju na i sillni.
Nuk e di kujt mund t'i drejtojmë për këtë pyetje, mi tha të pyetjet janë... E keni lidhur me relacionin? Po, lidhur me relacionin. Okej, është një lapsus jon me kryetari, po në fakt relacionin e firmos drejtori përkatës që mbron projekt vendimin. Okej, unë po e marrë këtë shkeljen lapsus, ndërkohë përgjigja e pyetjeve duhet jetë të transparente për ne dhe për qytetarët. Ne jemi përgatitur për projekt vendimin, jemi përgatitur dhe me PowerPoint, me patjetër që jeni përgatitur, po këto lapsuset e vogla që në fakti kanë goxha impakt tek aktet. Po çfarë impakti ka se është bërë koka kryetar dhe firmoset nga relacioni nga drejtori? Nuk ka për juve, po ka për aspektin juridik të dokumentit. Pyetja është e tillë, unë shpresoj që ju të jeni korrekt. Mos bëni lapsus në dhënien e përgjigjeve. Nëse ju merrni për si për të ktheni përgjigje për pyetje që do bëj, okay. Çfarë pyetje bëni teknike financiare apo çfarë? Po, pyetja e parë. A ka ndonjë akt nënligjor VKM, vendim të Këshillit Bashkiak, që përcakton tarifat për një mujore apo vjetore për një qen? Së dyti, a ka ndonjë argument sqarues krahasues pse është diskriminues për një qen 180 deri në 260 në euro në muaj, kurse për një person i cili është në kushte ekonomike të ulta merr 25, 30 apo 35.000 lekë të vjetra. Është ndihmë ekonomike, nuk jemi duke diskutuar. Dhe pyetja e tretë është çfarë mesazhi do t'u themi ne qytetarëve sot? Pyetje që do na bëjnë pasi të kemi dalë nga kjo sallë. Pse është diskriminuese për këta? Nuk jam për tarifat i keni përcaktuar dhe ju do na jepni përgjigje për mënyrën se si e keni përcaktuar. Pse është diskriminuese për qytetarët? Pse mos vallë kanë kushte më të mira qenë se sa qytetarët? Çfarë mesazhi u japim atyre dhe çfarë do t'u themi atyre për këtë lloj diskriminimi? Se në gjykimin tim si këshilltar, pavarësisht se i përkas opozitës apo jam këshilltar si gjithë të tjerët, unë e gjykoj që është diskriminues, është fyes dhe as pak e ndershme, e moralshme dhe e pranueshme për ne si këshilltar dhe për qytetarët në tërësi. Faleminderit. Po. Njërë të lutem.